Dashi. Sot marrësi mund t'ju vërë në presion e të ndikoj negativisht në humorin tuaj, prandaj mos lejoni që nervozizmi t'ju çojë në veprime të nxituara. Në çift, mos e shpërfillni nevojën për hapësirë. Partneri duhet të ndjejë respekt dhe besim, jo kufizim, ndaj diskutoni qetësisht çdo shqetësim pa ngritur zërin. Beqarët do kenë një ditë pozitive me takime që sjellin shpresa për lidhje serioze, por më mirë ruani vlerat tuaja derisa të bindeni plotësisht për personin përballë. Në punë duhet t'i kushtoni vëmendje detyrave kyçe dhe të lini më nga angazhimet e parëndësishme që shpërqendrojnë e vonojnë progresin. Buxhetin sot do e keni të qëndrueshëm, ndaj mund t'i kryeni pa frikë shpenzimet bazë. Demi. Gjatë kësaj dite do ndiheni shumë energjik dhe të motivuar për të ecur përpara me ritme të shpejta, por keni kujdes mos e teproni me pritshmëritë për të mbrojtur nga shkënimet. Për ju që jeni në një lidhje, besnikëria është themeli. Mos lejoni asnjë pëndim të shtojë dyshime, sepse tradhtia, madje dhe në mendje, mund të shkatërrojë raportin e ndërtuar me shumë sakrifica. Beqarët duhet të ruajnë shpresën edhe pas refuzimeve, sepse çdo gjell është një hap më afër postës së duhur. Në punë, kontrolloni me kujdes postën elektronike, sepse mund t'ju vijë një mundësi e jashtëzakonshme, si ftesa për një projekt ambicioz. Në planin financiar, zgjidhjet kreative do ju ndihmojnë të stabilizoni buxhetin pa pasur nevojë për sakrifica drastike. Binjakët. Sot do keni mbështetjen e diellit dhe uranit për të marrë vendime me siguri dhe do ndjeni një qetësi të rrallë në mendime. Në çift do jeni më praktik dhe më pak ndërlimtar. Do përqendroheni te ato që funksionojnë dhe do thoni po propozimeve serioze që forcojnë marrëdhënien. Beqarët duhet të rishikojnë njënjët e fundit, sepse personi i duhur mund të ketë cilësi të fshehura që nuk i vëreni menjëherë. Në punë, aftësia juaj për të analizuar situatat do ju bëjë më të logjikshëm dhe do hidhni hapa të qëndrueshëm drejt karrierës, duke shmangur impulsivitetin. Financat sot kërkojnë disiplinë, pasi do ju duhet të shlyeni borxhet e grumbulluara. Planifikoni çdo shpenzim dhe shmangni riskun e madh. Gaforja. Kjo ditë do jetë e mbushur me kujtime të së shkuarës që mund t'ju trazojnë dhe t'ju bëjnë të ndiheni mërzitur. Nëse jeni në një lidhje, do përballeni me kriza të brendshme ku nervozizmi mund t'ju shtyrë të kapeni për hollësira. Ndryshoni qasjen, sepse vetëm dialogu i hapur do shpëtojë raportin nga prishja. Beqarët do ndihen në ndrysminë e pritshmërive të familjes, por duhet të ndjekin zemrën dhe të mos heqin dorë nga kërkimi i dashurisë së vërtetë. Në punë, negocimi i një marrëveshjeje të vështirë mund t'ju testojë durimin. Mbani qetësinë dhe mos thoni fjalë pa menduar. Financat sot kërkojnë përpjekje shtesë. Përgatitni një plan kursimi dhe monitoroni çdo shpenzim për të mos rrezikuar pamjaftueshmërinë. Luani. Sot Venusi do forcojë pasionin dhe këmbënguljen tuaj, duke ju nxitur të arrini çdo objektiv me vendosmëri të hekur. Në çift do keni momente magjike dhe do krijoni kujtime romantike që do mbeten gjatë. Do ndjeni të lidhur thellë me partnerin dhe asgjë nuk do ju pengojë të ndjeni të realizuar. Beqarët do flirtojnë me sukses, pasi sharmi natyror do tërheqë vëmendjen e atyre që i pëlqejnë. Veproni me guxim për të filluar një histori të bukur. Në punë do jeni të aftë dhe të detajuar. Me aftësitë tuaja organizuese do fitoni rolin që ëndërroni prej kohësh. Financat do jenë në një kurs pozitiv dhe mund të përfitoni për të bërë investime të vogla pa frikë. Virgjëresha. Sot do përjetoni një klim të ngrohtë dhe energji pozitive, të nxitura nga yjet që favorizojnë harmoninë në çift. Në marrëdhënien sentimentale do jeni shumë bashkëpunues dhe gatshëm të pranoni ndryshimet që forcojnë kombinimin e pavarësisë me afërsinë. Beqarët nuk duhet të përshpejtojnë hapat. Ninjënia e fundit me vlera të forta meriton të jepet mundësia për të zhvilluar në vazhdimsi. Në punë, pavarësisht sfidave të vogla, do keni ide të mbreta dhe do ndiheni të aftë të menaxhoni projekte komplekse. Financat do jenë të mjaftueshme për nevojat bazë, por shmangni luksin e panevojshëm dhe investoni me maturi për të ndërtuar siguri afatgjat. Dëshorja. Sot mund të përballeni me dilema të fshehta që kërkojnë kthjellësi e ekuilibër të madh. Në çift, mos e lini pas dore nevojën për kompromis. Dialogu i sinqert do largojë çdo tension të pashprehur dhe do forcojë afeksionin. Nëse ndjeni që partneri po distancohet, ofroni hapësirë, por shmangni indiferencën, sepse ajo rrit thellësinë. Beqarët duhet të analizojnë çdo ftesë romantike me maturi, duke mos i nxitur me nxitim takimet që duken të mira vetëm në sipërfaqe. Në punë, planifikoni çdo fazë të projektit dhe komunikoni qartë me ekipin për të shmangur keqkuptimet. Financat kërkojnë menaxhim të rreptë. Krijoni një buxhet mujor dhe përmbahuni atij, duke përcaktuar shpenzimet prioritare dhe shmangur çdo borxh të ri.
Akrepi. Intuita juaj do jetë më e mbretë sot, por duhet ta kanalizoni në vendime të arsyeshme. Në një lidhje, besnikëria dhe sinqeriteti janë çelësi i stabilitetit. Ndajini shqetësimet tuaja me partnerin për të mos krijuar indiferencë. Xhelozia apo kontrolli i tepërt rrezikon të dobësojë besimin, andaj mbani një qasje të matër. Beqarët do ndjejnë magnetizmin personal, por veproni me kujdes. Takimet e para kërkojnë kohë për t'u konsoliduar. Në punë, reflektoni para çdo hapi të madh. Negociatat e rëndësishme mund të kërkojnë durim dhe diplomaci. Financat do përmirësohen me kursime të vogla të përditshme. Shmangni ofertat jashtëse që duket se ju prantojnë çdo gjë, por mund t'ju sjellin borxhe. Shigjetari. Energjia optimiste e ditës do ju nxjerrë përpara, por duhet ta shoqëroni me përgjegjësi. Në çift, spontaniteti dhe dialogu i hapur do mbushin marrëdhënien me buzëqeshje. Surprizoni partnerin me ide të reja dhe shmangni komplekset e së shkuarës. Beqarët do kenë takime interesante, por lidhjet e qëndrueshme lindin pas një mjëje të kushtueshme në kohë, prandaj mos e nxitoni ritmin. Në punë, entuziazmi do ju bëjë udhëheqës të natyrshëm. Ndërmerrni projekte të reja dhe frymëzoni ekipin me optimizëm. Financat do jenë të qëndrueshme nëse ndani shpenzimet në kategori bazë dhe kursime. Mos e humbni vëmendjen te bilanci kur të shfaqen oferta jashtëse. Britsjapi. Analiza e kujdesshme dhe qasja pragmatike do jenë aleatët tuaj sot. Në çift, vendimet e përbashkëta duhet të bazohen në besim. Bashkëbisedoni për pritshmëritë tuaja për të shmangur keqkuptimin. Beqarët duhet të verifikojnë intensitetin e interesit përpara se t'i afrohen më tepër dikujt, sepse miqësitë e sinqerta mund të shndërrohen në dashuri të qëndrueshme. Në punë, organizimi dhe ndarja e përgjegjësive me ekipin do rrisin produktivitetin. Planifikoni afatet me kujdes për të përmbushur çdo objektiv. Financat kërkojnë buxhet të rrethë. Përcaktoni kufi për shpenzimet ditore dhe rezervoni fondin emergjent për rastet e paparashikuara. Me disiplinë do ruani stabilitetin. Ujori. Serioziteti i rrallë sot do ju dhurojë sinqeritet në veprime, megjithatë spontaniteti juaj duhet të ruajë ekuilibrin. Në një lidhje, mësoni të dëgjoni pa nxituar përgjigje dhe ndani planet për të ardhmen me partnerin. Besimi i ndërsjellë do forcojë bashkëjetesën. Beqarët që përqendrohen te vetë zhvillimi do tërheqin vëmendjen e atyre që i përshtaten personalitetit të tyre unik. Ruani hapësirë për njohje pa presion. Në punë, punoni me përpikëri dhe mos i shmangni sfidat komplekse. Angazhimi i sinqert do marrin vlerësim dhe e proart. Financat do stabilizohen kur të bashkoni kursimet mujore me një plan të qartë investimesh afatgjata, duke kufizuar impulsivitetin. Peshqit. Ndjeshmëria sot do jetë e lartë, por duhet të ruani një qasje të arsyeshme ndaj realitetit. Në çift, komunikoni mendimet e thella dhe dëgjoni partnerin me vëmendje për të shpëtuar nga keqkuptimet. Beqarët duhet të verifikojnë sinqeritetin e ftesave romantike. Jo çdo takimi mund të përfundojë në lidhje serioze, por ndonjë prej tyre mund të sjellë një afërsi të papritur. Në punë, kreativiteti do lulëzojë, por duhet ta kombinoni me planifikimin dhe bashkëpunimin me kolegët për të përfunduar projektet me sukses. Financat kërkojnë disiplinë. Ruani një listë shpenzimesh prioritare dhe shmangni ofertat që duken shumë të mira për të qenë të vërteta.